18 vjetë më kanë martu. Asë më kanë vetë, apo dërë më martu, asë po dërë më martu. Po ata me gjallarë nuk kanë pas fëmijë, unë jam konë djali ma e madh për familjes, në 18 vjetë jam martu. Vallahi, herën e parë që jam martu, se 2 herë jam martu. Herën e parë që jam martu, më ka qëllua fati mirë. Si jam konë pishman, pa jem dheq, të nga u dosh me marë që të hanë, asë këto se kom po të jatë natë që ardhë. Kur ardhë, që ku me di që për arushe për bjene, që po bëta. Ma mire tash, se atëherë. Tash peshe vetë, më do po dohën, pishone, të rritë që po dohën, po nuk i ka faj as baba, as nona, se ajo vetë, qika vetë e ka gjithë edhe djali edhe del po ma mira me po se mos me po. Mos me po ish nuk e di si apo vje qërë, apo vje pa koma, pa dhura. Kaleshi kishte jetuar në Gjermani për 7 vite dhe 5 vite të tjera në Zvicër. E pastaj ishte kthyer me vetë dëshirë në Kosovë. Sipas tij, të rinj duhet të qëndrojnë në vetëlindje sepse gjendja do të përmirësohet. Vallahi, çaja që kanë deshtë edhe ata që kanë luftuar mal, edhe na nuk jem keq, mirë jem ku jena konë, po këna menu më bu pak ma mirë. Sidomos për 3, tash të mu s'po më duke që mirë. Sën po gjojnë punë, po ikin, 3 po ikin, që 50.000 vetën goma, dykon lojme që kanë shkua 3 jashtë, për krynë shkollën e mes me infermeri po bëhet, ajo më bu që me punu më në vend vetë, ajo po do të me shkue jashtë. Këtu truni po na devijon, po na ikë. Një mjek specialist po shkon jashtë rruga, vasër sigurisht edhe ata. Nes të rruga për një që po thujnë kena munges madhe, se e ka lënë punën një shkue jashtë. E këta qeveritarë të me konë me bu një farë rrugë të mirë, kërkush nuk shka jashtë. Po me 300 euro valloj, nuk të kërkush se u bu shtrejtimi ma. Valloj, shumisa nuk karvaj. Shumisa, këtynerë kena jetun edhe pa suka, edhe pa kafe, edhe pa kretë, po në përgjithsi u konë qashtu. Tash jeta u bu e mirë dikon, e dikush mës me pasas pare ish, po ikin, po me gjitha te u dosh të rritë me nejtë këtu. Se nuk ka qara pa përmisu gjendja në Kosovë. Se me shkujnë po hupin, po devijon aja punë. Se unë e kom, ju me qune, po shumë të kanë, unë e kom një djallë në Amerikë. Ajo tash, ajo po thëtë po këthejnë, po këthejet, po vojza e ka kry shkollën, nuk di shqip, ajo